Samiti i Komitetit Olimpik Evropian po mbahet në Tiranë, sipas analistit Spartak Ngjella, kjo është një vlerë shumë e madhe dhe se i ka mërzitur shumë slavët, sepse tregon forcën e perëndimit në mbështetje të botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Është ngjarje historike, s'është gjë e vogël dhe tregon se jemi afër Bashkimit Evropian, deklaroi Ngjella në emisionin Kosova Today. Mëtej ai shtoi se kryesorja këtu është edhe ideja e krijimit të një ushtrie permanente Shqipëri-Kosovë mes të tjerash, edhe kjo ka shqetësuar Vučićin sepse ka dalë një plan amerikan për rikonstruksionin e ushtrisë shqiptare, në qoftë se Shqipëria dhe Kosova kanë një marrëveshje mbrojtje të përbashkët me ushtritë e tyre, dhe Shqipëria është në NATO, që nga ky moment cënimi i Kosovës është cënimi i NATO-s, tha Ngjella, duke theksuar se ky nuk është një lajm që është dhënë, por është një interpretim që bëhet dhe se ende nuk ka një fakt zyrtar.